dhe distancohu nga ignorantët. Sa i përket ignorancës dhe njerëzve që nuk din, Allahu xhaleshanuhu e ka shëruar këtë plagë në momentin kur ka fillu me izbrish shpallja Muhamedit a.s. Verseti i parë që Allahu ja ka dërgu pejgamberit a.s. ka qenë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo, mëso, studio në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Kjo është ilaçi i kësaj smundje. Mirë po Allahu xhaleshanuhu nuk po kërkon nga pejgamberi a.s. që mu distancu nga të paditurit. Mirë po Allahu xhaleshanuhu po kërkon nga pejgamberi a.s. që distancohet nga ata që e thyejnë, që distancohet nga ata që e luftojnë, që distancohet nga ata që e etiketojnë, që distancohet nga njerëzit e prishur